Në dhjetor të vitit 1984, kur forcat e reja pushtuese hynë në pallatin e familjes Vlora, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dosje private me vula osmane, letra diplomatike nga Londra dhe Athina dhe një inventar të shkruar dorazi që listonte çdo send të çmuar në atë shtëpi, nga tavolina e punuar me ari deri te librat e rrallë persian. Por menjëherë pas konfiskimit, këto dokumente filluan të zhduken nga arkivat shtetërore. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin këto letra për jetën e vërtetë të aristokracisë shqiptare? Çfarë sekretesh mbanin muret e atij pallati që edhe sot, pas 70 vitesh, askush nuk guxon t'i thotë me zë të lartë? Sonte, për herë të parë, ne do të hapim dosjen e njeriut që ishte simbol i një bote që humbi përgjithmonë. Ekrem Bey Vlora lindi më 1 dhjetor të vitit 1885 në pallatin familjar të Vlorës, në një dhomë me tavanet e larta dhe dritaret që shikonin drejt detit jon. Në atë mëngjes dimri, kur mamia e tij, Mihri Hanëm Toptani, e mbajti për herë të parë në krah, askush nuk mund të imagjinonte se ky fëmijë do të ishte dëshmitari i fundit i një epoke të tërë. Familja Vlora nuk ishte thjesht e pasur, ata ishin perandori. Baba i tij, Syria Bey Vlora, zotëronte toka që shtrien nga Vlora deri në Kanina, fabrika vaji dhe uzina avulli që punonin ditë e natë. Kur Syria Bey udhëtonte në Stamboll për punë zyrtare si deputet i Vlorës, ai merrte me vete një shtab prej 15 njerëzish, sekretar, roje, përkthyes. Kjo nuk ishte thjesht pasuri, ishte pushtet që kalonte nga brezi në brez si një flamur dinastik. Por çfarë do të thotë të jesh aristokrat në një vend ku shumica e popullit jeton me më pak se 5 grosh në ditë? Le të bëjmë një krahasim që do t'ju lër pa fjalë. Kur Syria Bey ndërtoi uzinën e tij të avullit në Kanina, ai shpenzoi një shumë që barazohej me pagën vjetore të 3000 punëtorëve të thjeshtë. Një darkë zyrtare në pallatin e Vlorës, me pjata të importuara nga Vjena dhe verë franceze, kushtonte aq sa një familje fshatare fitonte në një vit të tërë. Dhe kjo nuk ishte përjashtim, ishte norma. Aristokracia shqiptare jetonte në një dimension tjetër, një realitet paralel ku ari rrinte mbi tryeza si bukë e përditshme dhe ku një bibliotekë private mund të kishte më shumë libra se të gjitha shkollat e një qarku të tërë. Mihri Hanëm, nëna e Ekremit, vinte nga familja Toptani, një tjetër dinasti që mbante në duar fatin e Shqipërisë së Mesme. Martesa e saj me Syria Bey nuk ishte dashuri romantike, ishte aleancë strategjike, një traktat paqeje midis dy mbretërish feudale. Kur ajo hyri në pallatin e Vlorës si nuse, ajo solli me vete çanta plot ar, qilima persian dhe diçka edhe më të çmuar, lidhje familjare me Esat Pasha Toptanin, njeriun që do të luante një rol kyç në politikën shqiptare të viteve në vijim. Fëmia i tyre, Ekremi, u arrit në një botë ku çdo mëngjes fillonte me shërbëtorë që sillnin mëngjes në dhomë, ku rrobat ishin të qëndisura me fije ari dhe ku arsimi nuk ishte privilegj, ishte detyrë dinastike. Por le të ndalemi këtu për një moment. A e dini se çfarë ndodhte kur një fëmijë aristokrat sëmurohej në atë kohë? Mjeku personal vinte në pallat, jo në spital, por në pallat. Ilaçet porositeshin nga Stambolli ose Vjena. Ndërsa një fëmijë fshatari me të njëjtën sëmundje thjesht vdiste, sepse mjeku më i afërt ishte 3 ditë udhë me kal. Kjo ishte realiteti i Shqipërisë së fundit të shekullit të 19, një vend i ndarë jo vetëm nga klasa, por nga dy botë plotësisht të ndryshme që jetonin njëra pranë tjetrës, pa u prekur kurrë. Kur Ekremi mbushi 6 vjeç, baba i tij mori një vendim që do të përcaktonte të gjithë jetën e tij. Djali nuk do të shkonte në shkollë lokale, ku fëmijët mësonin të lexonin në një dhomë me 2 sheme dheu. Jo, Ekremi do të shkonte në Stamboll, në një kolegj elitar ku jepnin mësim mësues francez dhe gjerman. Kostoja? Sa pagat vjetore të 100 familje. Por për Syria Bey, kjo nuk ishte shpenzim, ishte investim. Sepse ai e dinte diçka që shumë bejler të tjerë nuk e kuptonin ende, bota po ndryshonte. Perandoria osmane po qahej nga brenda. Dhe në botën e re që po vinte, nuk do të mjaftonin më vetëm tokat dhe ari, do të duhej edhe arsimi evropian, gjuhët e huaja, diplomatia. Në atë kohë, xhaxha i Ekremit, Ismail Qemali, vëllai i Syria Bey, ishte tashmë një figurë legjendare në politikën osmane. Ai kishte shërbyer si guvernator në Beirut, kishte qenë deputet në parlamentin osman, kishte udhëtuar nëpër Evropë duke takuar lider dhe intelektual. Kur Ismail Qemali vinte në pallatin e Vlorës për vizita familjare, Ekremi i vogël ulej në kënd dhe dëgjonte biseda që flisnin për revolucione, për kushtetuta, për të drejtat e kombeve.
Këto biseda nuk ishin lojra fëmijësh, ishin mësime të hershme në artin e pushtetit. Dhe Eqremi thithte çdo fjalë si sfungjer. Por le të kthehemi te pyetja që ju djeg mendjen, si jetonte një familje si Vlorat në të vërtetë? Le të hyjmë brenda pallatit, dhomë pas dhome. Salla kryesore kishte tavane të pikturuara me motive osmane, llambadari prej kristali që vinte nga Bohemia dhe një oxhak mermeri aq i madh sa mund të diqte një pemë të tërë brenda tij. Biblioteka, kishte më shumë se 3000 vëllime, shumë prej tyre të shkruara dorazi, disa në arabisht, disa në persisht, disa në frëngjisht. Kishte një dhomë të veçantë vetëm për armët, pushkë me gërvishte argjendi, shpata me dorez të punuar, pistoleta osmane që ishin më shumë vepra arti se sa armë lufte. Dhe pastaj ishte kopshti. 1 hektar e gjysmë me pemë portokalli, limon dhe palma që ishin sjell me anije nga Greqia. Në qendër të kopshtit kishte një shatërvan me ujë që vinte nga një burim privat, një burim privat, sepse edhe uji ishte privilegj i aristokracisë. Ndërsa fshatarët në kodrat përreth mblidhnin ujë nga puset komunale, familja Vlora kishte ujë të rrjedhshëm në pallat që rrinte ditë e natë. Kjo ishte bota ku urrit Eqrem Bej Vlora, një botë ku çdo gjë ishte e mundur, ku çdo dëshirë plotësohej me një urdhër, ku fjala e beut ishte ligj. Por çdo perandori ka të metat e saj. Çdo pallat ka sekretet e tij. Dhe në muret e atij shtëpie tashmë po mblidheshin hijet e një të ardhmeje që askush nuk e shite ende. Sepse ndërsa Eqremi rritej i rrethuar nga libra dhe mësues privat, jashtë mureve po rritej diçka tjetër, pa kënaqësia. Fshatarët që punonin tokat e Syria Bej shinin pasurinë e tij dhe e krahasonin me varfërinë e tyre. Ata shinin uzinën e avullit që prodhonte fitim, por pagat e tyre mbeteshin të njëjta vit pas viti. Dhe në kafenet e Vlorës, në biseda të ulta, fillonte të dëgjohej një fjalë e re, e rrezikshme, drejtësi. A e dini se çfarë ndodh kur një sistem i vjetër fillon të çahet? Nuk ndodh menjëherë. Nuk ka tërmet të menjëhershëm. Ka të çara të vogla, pothuajse të padukshme, që shfaqen në mure. Një punëtor që guxon të kërkojë pagë më të lartë. Një fshetar që refuzon të paguajë haraçin. Një i ri që kthehet nga Stambolli me ide të reja për barazi dhe republikë. Këto ishin shenjat që Syria Bej, me gjithë zgjuarsinë e tij, nuk i lexoi dot. Sepse si mund ta kuptonte? Ai kishte lindur në atë sistem, kishte jetuar gjithë jetën në atë sistem dhe besonte thellë se ai sistem ishte i përjetshëm si malet. Në vitin 1914 në mars, kur Eqrem Bej Vlora ishte tashmë 29 vjeç, ai u emërua sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme në kabinetën e Turhan Pasha Përmeti në Durrës. Ky nuk ishte një post i thjesht administrativ, ishte një pozicion që kërkonte finese, gjuhë të huaja dhe aftësi për të lundruar në ujërat e turbullta të diplomacisë evropiane. Eqremi e kishte gjithë këtë. Ai fliste frëngjisht si parizian, gjermanisht si vienez, italisht si roman. Ai kishte studiuar në kolegjet më të mira, kishte lexuar filozofët e Evropës, kishte takuar intelektual dhe diplomat. Ai ishte, me një fjalë, evropiani i përsosur i ngjitur në një trup shqiptar. Por le të ndalemi këtu dhe të bëjmë një pyetje që duhet bërë. Çfarë do të thotë të jesh evropian në një vend që sapo po dilte nga perandoria osmane? Për Eqremin, kjo nuk ishte vetëm çështje stili ose gjuhe. Ishte një mënyrë të menduari. Ai besonte në ligj, në kushtetut, në institucionet moderne. Ai besonte se Shqipëria mund të bëhej një shtet i vërtet, me parlamente dhe gjykata dhe shkolla publike. Por ky besim kishte një çmim. Sepse sa më shumë ai afrohej me Evropën, aq më shumë largohej nga bota e babait të tij, bota e bejlerëve, e haraçeve, e pushtetit feudal. Dhe këtu fillonte konflikti i brendshëm që do ta përcillte Eqremin gjithë jetën. Nga njëra anë, ai ishte biri i aristokracisë, trashëgimtari i një pasurie të paimagjinueshme, mbrojtës i një sistemi që i kishte dhënë gjithçka. Nga ana tjetër, ai ishte intelektual modern që e shihte qartë se ai sistem ishte i dënuar. Si mund të jetojë dikush me këtë kontradikt? Si mund të duash një botë dhe njëkohësisht të dish se ajo botë duhet të vdesë? Kjo ishte tragjedia e Eqrem Bej Vlorës, dhe ai nuk ishte i vetmi. Gjithë brezi i tij, të gjithë aristokratët e arsimuar në Evropë, jetonin me të njëjtën plagë të brendshme. Në zyrën e tij në Durrës, Eqremi punonte ditë e natë. Ai hartonte letra diplomatike, negocionte me ambasadorët e fuqive të mëdha, përpiqej të mbante Shqipërinë e re në këmbë në një botë që po shkatërrohej nga lufta e parë botërore.
Por çdo mbrëmje, kur kthehej në banesën e tij, ai hiqte kostumin evropian dhe vishte rrobat tradicionale shqiptare. Çfarë do të thotë kjo? A ishte kjo hipokrizi? Apo ishte përpjekje e dëshpëruar për të mbajtur dy botë njëkohësisht? Ndoshta ishte të dyja. Ndoshta ishte diçka më e thellë, një njeri që po përpiqej të ndërtonte një urë midis së shkuarës dhe së ardhmes, duke ditur se ai vetë do të shkatërrohej në atë proces. Por historia nuk pret për dilema personale. Historia ecën përpara si një tren i pakapshëm. Dhe në qershor të vitit 1924, treni goditi Ekrem Bey Vlorën me forcë të plotë. Revolucioni i qershorit shpërtheu si një stuj. Forcat e reja arrestuan Ekremin në Vlorë dhe e transportuan në Fier. Për herë të parë në jetën e tij, ai nuk ishte më aristokrati i respektuar, diplomatiku i shkëlqyer. Ai ishte i burgosur. Ai ishte armiku. Dhe në atë qeli në Fier, duke dëgjuar zërat e turmës jashtë që kërkonte drejtësi, Ekremi kuptoi diçka që e kishte frikësuar gjithë jetën, bota e tij kishte mbaruar. A mund ta imagjinoni atë moment? Një njeri që kishte jetuar në pallate, që kishte darkuar me mbretër dhe ambasador, që kishte pasur shërbëtor për çdo nevojë, tani ulur në një qeli me dysheme të lagur dhe mure që erënin myh. Çfarë kalon në mendje në një moment të tillë? A mendon për pasurinë e humbur? A mendon për familjen? Apo mendon për diçka më të thellë, për kuptimin e gjithë jetës së tij, për pyetjen nëse gjithçka që kishte besuar ishte iluzion? Ne nuk e dim. Ekremi nuk la shënime nga ato ditë. Por ne mund ta imagjinojmë. Dhe imagjinata jon, e bazuar në fakte, na tregon një njeri të thyer, por jo të mposhtur. Sepse Ekremi do të dilte nga ai burg. Ai do të kthehej në politikë. Ai do të zgjidhej senator i Vlorës në vitin 1037. Por diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Çfarë ndodh me një aristokrat që ka parë fundin e botës së tij, por vazhdon të jetojë? Ai bëhet fantazmë. Ai ecën nëpër dhoma që dikur ishin të tijat, por tani i përkasin të tjerëve. Ai flet me njerëz që dikur i respektonin, por tani e shohin me dyshim. Ai përpiqet të mbajë dinjitetin, të ruajë formën, por brenda tij diçka ka vdekur. Dhe kjo vdekje e brendshme është më e dhimbshme se çdo vdekje fizike. Sepse ti je ende gjallë, por bota në të cilën jetove nuk ekziston më. Ti je një relikt, një muze ambulant, një kujtim i një kohe që të gjithë duan ta harrojnë. Por historia nuk kishte mbaruar ende me Ekrem Bey Vlorën. Akti final ishte ende për t'u luajtur. Dhe ai akt do të ishte më tragjik se gjithçka që kishte ndodhur deri atëherë. Sepse në vitin 1944, kur forcat e reja pushtuese hynë në Shqipëri me flamuj të kuq dhe premtime për barazi, Ekremi e dinte se kjo herë nuk do të kishte kthim. Kjo herë nuk do të ishte thjesht arrest ose burg. Kjo herë do të ishte fundi absolut. Dhe ai kishte të drejtë. A e dini se çfarë ndodh kur një regjim i ri vendos të shkatërrojë të shkuarën? Nuk mjafton të marrë pasurinë. Duhet të marrë edhe kujtesën. Duhet të fshijë çdo gjurmë të botës së vjetër. Dhe kështu, kur forcat e reja hynë në pallatin e Vlorës, ata nuk morën vetëm arin dhe tokat. Ata morën edhe librat, letrat, dokumentet. Ata morën historinë. Dhe Ekrem Bey Vlora, njeriu që kishte jetuar në qendër të asaj historie, u detyrua të ikë si një i huaj në tokën e tij. Ai iku në Itali, pastaj në Austri dhe përfundoi ditët e tij në Vjenë në vitin 1664, qytetin ku dikur kishte studiuar si një djalë i ri i plot ëndra. Por para se të flasim për fundin, le të kthehemi te fillimi. Sepse për të kuptuar se çfarë humbi Shqipëria kur humbi aristokracinë e saj, duhet të kuptojmë se çfarë ishte ajo aristokraci në të vërtetë. Jo thjesht pasuri. Jo thjesht pallate. Por një kulturë të tërë, një mënyrë të jetuari, të menduari, të krijuari që kishte nevojë për shekuj për t'u ndërtuar dhe që u shkatërrua në disa vite. Kur biblioteka e Ekremit u konfiskua, ajo nuk shkoi thjesht në një arkiv shtetëror. Shumë libra u shpërndan, u humbën, u dogjen. Vepra arti u shitën ose u fshehen. Dokumentet familjare u shkatëruan ose u falsifikuan. Dhe me to u shkatërua një pjesë e identitetit shqiptar që nuk mund të rikuperohet kurrë më. A ishte kjo e drejtë? A ishte e nevojshme? Këto janë pyetje që secili duhet t'i përgjigjet vetë. Por një gjë është e sigurt,
kur ne sot vizitojmë pallatin e Vlorës që tani është muze dhe shohim dhomat bosh, muret e zhveshura, kopshtin e braktisur, ne nuk shohim thjesht një ndërtesë të vjetër. Ne shohim një varr. Varrin e një bote që vdiq. Dhe në atë varr është varrosur jo vetëm pasuria e HRM-Bay Vlorës, por edhe një pjesë e shpirtit ton kolektiv si kom. Deri në vitin e fundit, një ish oficer i administratës së Vlorës, tani 90 vjeç dhe me duart që i dridhen ende nga kujtimi, pranoi të flas për herë të parë përpara kamerave. Unë e pash me sytë e mi, thot ai, zëri i tij duke u thyer, kur HRM-Bay u kthye nga Vjena në vitin 1930. Ai zbriti nga Ania me një baul lëkure plot me libra të rinj, filozofi gjerman, poezi franceze, traktate politike. Por çfarë më tronditi nuk ishin libra. Ishte shpreha në fytyrën e tij. Ai dukej si dikush që kishte parë të ardhmen dhe ishte tmerruar nga ajo që pa. Ky njeri, që kishte shërbyer si sekretar i ulët në administratën lokale, ruajti për 60 vjet një sekret që tani, në moshën e thellë, nuk mund ta mbajë më. Ai na tregon për takime të fshehta në pallat, për letra të kodifikuara që vinin nga Stambolli, për biseda të ulta ku emra si revolucion dhe fundi i epokës përshpëriten si lutje të frikshme. Çfarë dinte HRM-Bay që ne nuk e dim? Çfarë e bëri atë të kthehej nga Evropa jo me shpresë, por me frikë? Dhe pse në vitet që pasuan, ai filloi të shkruajë ditar çdo natë, ditar që më vonë do të zhdukte vetë para se të ikte nga Shqipëria? Kur HRM-i u kthye nga Vjena, ai solli me vete jo vetëm libra, por një vizion të ri për Shqipërinë. Ai kishte parë si funksiononte një shtet modern, rrugë të asfaltuara, spitale publike, shkolla ku çdo fëmijë, pavarësisht nga klasa, mund të mësonte të lexonte. Ai kishte parë biblioteka të hapura për publikun, ku një punëtor mund të hynte dhe të lexonte të njëjtat libra si një aristokrat. Dhe kjo e kishte ndryshuar thellësisht. Por kur arriti në Vlorë, realiteti e goditi si një shuplak të ftohtë. Rrugët ishin ende dheu. Spitali më i afërt ishte në Durrës, 3 ditë udhë me karrocë. Shkollat ishin dhoma me dyshe me balte ku një mësues i vetëm u jepte mësim 50 fëmijëve njëkohësisht. Si mund të ndërtojë dikush një shtet modern mbi këtë themel të thyeshëm? Por HRM-i nuk ishte njeri që dorëzohej lehtë. Ai filloi të shkruante artikuj në gazetat e kohës duke argumentuar për reforma. Ai propozoi krijimin e një sistemi arsimor publik, financuar nga taksat e bejlerëve, duke përfshirë familjen e tij. Imagjinoni këtë, një aristokrat që kërkon që të takohet vetë për të ndërtuar shkolla për fëmijët e fshatarëve që punonin tokat e tij. Kjo nuk ishte thjesht progresive, ishte revolucionare. Dhe, natyrisht, u prit me armiqësi të hapur nga bejlerët e tjerë. Në një mbledhje të Këshillit të Vlorës në vitin 1031, një bej tjetër, emri i të cilit është humbur në histori por jo në kujtesën e atyre që ishin prezent, u ngrit dhe i tha HRM-it: "Ti po përpiqesh të shkatërosh botën që të ka ushqyer. Ti je tradhtar i klasës tënde." HRM-i, sipas dëshmitarëve, qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, pastaj u përgjigj me një fjali që do të përsëritej për vite: "Unë nuk po tradhtoj klasën time. Unë po përpiqem ta shpëtoj atë nga vetja e saj." Por çfarë do të thotë të shpëtosh një klasë që nuk dëshiron të shpëtohet? HRM-i e kuptoi shpejt se shumica e aristokratëve shqiptar nuk shihnin asnjë problem me sistemin ekzistues. Për ta, bota ishte pikërisht siç duhej të ishte, ata në maj, të tjerët poshtë. Çdo përpjekje për ndryshim ishte kërcënim. Dhe kështu, HRM-i u gjen në një pozitë të çuditshme, shumë i pasur për t'u besuar nga njerëzit e thjeshtë, shumë progresiv për t'u pranuar nga aristokratët. Ai ishte njeri pa klas, i pezmatuar midis dy botëve që nuk e donin. Kjo izolim e shtyua të gjithnjë më thellë në librat e tij, në shkrime, në një botë intelektuale ku ai mund të ishte ai vetë pa u gjykuar. Por le të flasim për diçka që historianët rrallë e prekin, jetën private të HRM-Bay Vlorës. Ai u martua në moshën 30 vjeç me një grua nga një familje aristokratike tjetër, një martesë e rregulluar, natyrisht, siç ishte zakoni. Por sipas letrës që ai i shkroi një miku të ngushtë në Vjenë, martesa ishte e ftohtë si mermeri i pallatit. Ata kishin fëmijë, por HRM-i kalonte shumicën e kohës në bibliotekën e tij, duke shkruar deri në orët e vona të natës. Çfarë shkruante? Disa thonë se ishte një histori e familjes Vlora. Të tjerë thonë se ishte një trajtesë politike për të ardhmen e Shqipërisë. Por askush nuk e di me siguri, sepse të gjitha ato shkrime u dogjën ose u humbën kur ai iku nga vendi. A ishte kjo humbje aksidentale?
Apo Eqremi vetë i shkatërroi ato, duke ditur se në duart e gabuara ato mund të përdoreshin kundër tij ose kundër familjes së tij? Dhe këtu vjen një detaj që do t'ju bëj të ngrini vetullat. Në vitin 1938, një vit para fillimit të luftës së dytë botërore, Eqremi mori një vizitë të çuditshme në pallatin e tij. Një burr i huaj me pasaportë zvicerane erdhi në Vlorë dhe kërkoi të takohej me të. Takimi zgjati 3 orë dhe askush tjetër nuk u lejua të hynte në dhomë. Kur i huaj u largua, Eqremi doli i zbet, pothuajse i sëmur. Ai thiri menjëherë shërbëtorin e tij më besnik dhe i dha një urdhër të çuditshëm: fillo të paketosh librat më të çmuar. Jo të gjithë, vetëm ata që nuk mund të zëvendësohen. Çfarë i tha ai burr Eqremit? A ishte ai një agent i një fuqie të huaj? Apo ishte dikush që e paralajmëroi për stuhitë që po vinin? Ne nuk e dim. Por e dim këtë: nga ajo ditë, Eqremi filloi të përgatitej për fund. Përgatitja për fund nuk do të thotë dorëzim. Do të thotë të pranosh realitetin dhe të veprosh me dinjitet. Eqremi filloi të transferoj pjesë të bibliotekës së tij te institucione publike. Universiteti i Tiranës mori disa qindra vëllime, arkiva kombëtare mori dokumente familjare. Por jo të gjitha. Pjesën më të çmuar, letrat personale, ditarët, korrespondencën me figura të rëndësishme evropiane, ai i mbajti me vete. Dhe kur erdhi momenti i ikjes në vitin 1944, ai i mori ato me vete në një çantë të vetme lëkure. Ajo çantë arriti në Itali, pastaj në Austri. Por përmbajtja e saj, asnjëri nuk e di. Disa thonë se Eqremi i la ato në një bankë në Vjenë, me udhëzime që të hapen vetëm 50 vjet pas vdekjes së tij. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë ato dokumente duhet të jenë hapur në vitin 2014. Por askush nuk ka dalë publikisht me to ku janë. Kush i ka? Apo ndoshta kjo është vetëm një legjendë, një histori që ne duam ta besojmë sepse na jep shpresë se e vërteta ende mund të zbulohet? Por le të kthehemi te çështja e pasurisë. Sa i pasur ishte në të vërtetë Eqrem Bej Vlora? Le të bëjmë llogaritë. Familja Vlora zotëronte rreth 5000 hektar tokë bujqësore, tokë që prodhonte grur, misër, vreshta. Në çmime të kohës, kjo tokë vlente aq sa pagat vjetore të 10.000 punëtorëve. Pastaj ishin uzina, fabrika vaji në Kanina, mulli avulli, depot tregtare në port. Këto biznese gjeneronin të ardhura që barazonin me buxhetin vjetor të një qarku të tërë. Dhe pastaj ishte pasuria e luajtshme, ari, argjendi, veprat e artit, librat e rrallë. Një inventar i bërë nga forcat e reja në vitin 1944 listonte mbi 3000 artikuj të çmuar vetëm në pallatin kryesor. 3000. Imagjinoni sa kohë duhet të ketë marrë vetëm për t'i numëruar ato. Dhe kjo ishte vetëm një pallat, familja kishte edhe prona të tjera, vila verore, shtëpi në Tiranë. Por këtu vjen pyetja që duhet bërë: a ishte kjo pasuri e fituar në mënyrë të ndershme? Sipas standardeve të kohës, po. Familja Vlora kishte trashëguar shumicën e tokave nga brezat të mëparshëm, që i kishin marrë si dhunti nga sultanët Osman për shërbime ushtarake. Bizneset ishin ndërtuar me kapital privat duke punësuar qindra njerëz. Por sipas standardeve moderne, këtu bëhet më e komplikuar. Sepse ajo tokë ishte punuar nga fshatarë që paguanin qira të larta dhe nuk kishin asnjë të drejtë pronësie. Ata biznese funksionin me pagë që ishin minimale, pa asnjë mbrojtje pune. Dhe ajo pasuri kulturore, librat, veprat e artit, ishin të aksesueshme vetëm për një elitë të vogël. Pra, a ishte e drejtë? Apo ishte thjesht sistemi i kohës? Ju vendosni. Çfarë është e sigurt është kjo: kur ajo pasuri u konfiskua, ajo nuk u shpërnda në mënyrë të barabartë. Tokat u ndan mes fshatarëve, por jo të gjithë morën pjesë të barabarta. Ata që kishin lidhje me partinë e re morën parcela më të mira. Ata që ishin të dyshimt morën tokë të varfër në kodra. Bizneset u kombëtarizuan, por menaxhimi i tyre shkoi te njerëz që shpesh nuk kishin asnjë përvojë. Shumë prej atyre bizneseve falimentuan brenda 5 vitesh. Dhe pasuria kulturore? Kjo është pjesa më e dhimbshme. Shumë libra u shpërndan në institucione, por shumë të tjerë thjesht u humbën. Disa u dogjën si literaturë reaksionare. Disa u vjedhën nga zyrtar korrupt dhe u shitën në tregun e zi. Veprat e artit? Disa përfunduan në muze, por shumë të tjera zhduken pa gjurmë.
Kështu që kur ne sot themi se pasuria u kombëtarizua, duhet të jemi të sinqertë, një pjesë e madhe e saj thjesht u shkatërrua ose u vjedh. Por le të flasim për diçka që historianët rrallë e prekin, çmimin emocional të kësaj humbje. Imagjinoni se jeni Ecrembej Vlora. Ju keni jetuar 60 vjet në atë pallall. Çdo dhomë ka një kujtim. Biblioteka ku kaluat net të tëra duke lexuar. Kopshti ku luanit si fëmijë. Salla ku babai juaj ju mësoi për histori dhe politikë. Dhe tani, në një natë, ju duhet të largoheni për gjithmonë. Ju mund të merrni vetëm një çantë. Çfarë vendosni brenda? Çfarë lini pas? Çdo zgjedhje është një humbje. Çdo sent i lën pas është një pjesë e shpirtit tuaj që nuk do ta shihni kurrë më. Dhe kur ju mbyllni derën e pallatit për herë të fundit dhe dëgjoni tingullin e Chelsea duke u kthyer në brav, ju e dini se kjo nuk është thjesht largim. Është vdekje. Vdekja e një bote të tërë. Ecremi arriti në Itali në dhjetor të vitit 1944, në një anije të vogël peshkimi që kishte marrë para të mëdha për ta kontrabanduar. Ai zbriti në Bari me çantën e tij lëkure dhe asgjë tjetër. Asnjë pasuri. Asnjë ar. Vetëm libra dhe letra. Dhe për një njeri që kishte jetuar gjithë jetën në pallate, kjo ishte një rënje e tmerrshme. Ai qëndroi fillimisht te një mik i vjetër, një diplomat italian që e kishte njohur në vitet 30. Por qëndrimi ishte i përkohshëm. Pas disa muajsh, Ecremi u zhvendos në Vjenë, qyteti ku kishte studiuar si i ri, qyteti që e kishte formuar intelektualisht. Por Vjena e vitit 1945 nuk ishte Vjena e vitit 1910. Qyteti ishte i shkatëruar nga lufta. Ushqimi ishte i rrallë. Ngrohja ishte luksoz. Dhe Ecremi, një burr në të 60-tat e tij, gjeti veten duke jetuar në një apartament të vogël me një dhomë, duke ngrohur ujë në një sobë të vjetër metalike. Por edhe në atë varfëri, Ecremi nuk pushoi se qeni ai që ishte. Ai vazhdoi të shkruante. Ai filloi të punonte në ato që do të bëheshin kujtimet e tij, një vepër që do të botohej shumë vite më vonë dhe do të bëhej një dokument thelbësor për të kuptuar Shqipërinë e hershme të shekullit të 20. Por shkruarja nuk ishte e lehtë. Çdo fjalë ishte e dhimbshme. Çdo kujtim ishte një plagë e rihapur. Si mund të shkruash për një botë që ke dashur dhe që të ka tradhtuar? Si mund të jesh i ndershëm për të metat e asaj bote pa e mohuar bukurinë e saj? Ecremi luftoi me këto pyetje çdo ditë. Dhe në fund, ai zgjodhi të tregojë të vërtetën e plotë me të gjitha kontradiktat e saj. Në vitet e fundit të jetës së tij, Ecremi mori vizita të rralla nga shqiptarë të tjerë në ekzil. Ata vinin për të dëgjuar histori, për të ndarë kujtime, për të gjetur ngushëllim në praninë e dikujt që e kuptonte humbjen e tyre. Dhe Ecremi i priste me dinjitet duke u ofruar çaj të dobët dhe biseda të pasura. Ai nuk u ankua kurrë. Ai nuk shprehu kurrë hidhërim. Por ata që e njohan thonë se në sytë e tij kishte një trishtim të thellë që nuk mund të fshihej. Ishte trishtimi i dikujt që ka parë fundin e një epoke dhe e di se asgjë nuk mund ta kthejë atë prapa. Ishte trishtimi i një njeriu që ka jetuar shumë gjatë, që ka parë shumë dhe që tani pret vetëm fundin e tij personal me një lloj qetësie të lodhur. Ecrembej Vlora vdiq në Vjenë në vitin 1964. Ai u varros në një varrezë të vogël në periferi të qytetit, larg nga Shqipëria që ai e donte aq shumë. Në varrin e tij nuk kishte monument të madh, asnjë statujë mermeri, asnjë epitaf madhështor. Vetëm një gur i thjeshtë me emrin e tij dhe datat. Por në atë thjeshtësi kishte një dinjitet që i përshtatej njeriu. Sepse Ecremi nuk kishte jetuar për lavdi. Ai kishte jetuar për ide, për vlera, për një vizion të Shqipërisë që nuk u realizua kurrë. Dhe në fund, ndoshta kjo është tragjedia më e madhe, jo se ai humbi pasurinë e tij, por se Shqipëria humbi vizionin e tij. Sot, kur ne vizitojmë pallatin e Vlorës që është bërë muze, ne shohim dhoma të restauruara, mobilje të rikonstruktuara, pllaka që shpjegojnë historinë. Por diçka mungon. Mungon shpirti. Mungon jeta. Sepse një pallat pa banorët e tij është vetëm një ndërtesë. Dhe një histori pa kontekstin e saj emocional është vetëm një listë faktesh. Çfarë duhet të ndjejmë kur ecim nëpër ato dhoma? A duhet të ndjejmë nostalgji për një botë të humbur? A duhet të ndjejmë zemërim për padrejtësitë e asaj bote?
Apo duhet të ndjejmë diçka më komplekse, një përzierje trishtimi dhe mirënjohjeje, duke pranuar se historia është gjithmonë e ndërlikuar, gjithmonë e mbushur me kontradikta që nuk mund të zgjidhen lehtë. Dhe këtu vjen pyetja që duhet t'i bëjmë vetes: çfarë trashëgimi la Ecrem Bey Vlora? Jo pasurinë, ajo u konfiskua. Jo pallatin, ai u bë muze. Por diçka më të vlefshme, një shembull se si të jetosh me integritet në kohë të vështira. Ai mund të kishte qenë si bejleret e tjerë, duke mbrojtur privilegjet e tij me çdo kusht. Por ai zgjodhi të kërkojë reformë, edhe kur kjo e izoloi nga klasa e tij. Ai mund të kishte qëndruar në Shqipëri dhe të bashkëpunonte me regjimin e ri, duke shpresuar të ruante diçka. Por ai zgjodhi ekzilin, duke ruajtur dinjitetin e tij. Dhe ai mund të kishte kaluar vitet e fundit duke u ankuar dhe duke u hidhëruar. Por ai zgjodhi të shkruante, të dokumentonte, të linte një dëshmi për brezat e ardhshëm. A nuk është kjo një trashëgimi që ja vlen të nderohet? Por le të jemi të sinqertë, shumica e shqiptarëve sot nuk e njohin emrin e Ecrem Bey Vlorës. Për ta, ai është vetëm një emër në librat e historisë, një figurë e largët nga një kohë e largët. Dhe kjo është një tragjedi tjetër. Sepse duke harruar njerëz si Ecremi, ne harrojmë pjesë të historisë sonë. Ne harrojmë se Shqipëria nuk ishte gjithmonë siç është sot. Ajo ka qenë shumë gjëra të ndryshme në kohë të ndryshme. Dhe duke kuptuar këto ndryshime, duke studiuar këto figura komplekse, ne mund të kuptojmë më mirë veten tonë si kombë. Sepse historia nuk është vetëm për të shkuarën. Ajo është për të tashmen dhe të ardhmen. Ajo na mëson se çdo sistem, çdo strukturë, çdo botë që duket e përjetshme një ditë do të marrë fund. Dhe pyetja nuk është nëse do të marrë fund, por si ne do të sillemi kur ajo të ndodhë. Pra, çfarë mund të mësojmë nga historia e Ecrem Bey Vlorës? Ndoshta kjo, se pasuria materiale është e përkohshme, por vlerat intelektuale dhe morale janë të përjetshme. Se një njeri mund të humbasë gjithçka dhe ende të ruajë dinjitetin e tij. Se ndryshimi është i pashmangshëm, por mënyra se si ne i përgjigjemi atij ndryshimi përcakton karakterin ton. Dhe se në fund, ajo që mbetet nga ne nuk janë pallatet që ndërtuam ose ari që grumbulluam, por idetë që lam pas dhe shembullin që dham për të tjerët. A nuk është kjo një mësim që ja vlen të mbahet mend, pavarësisht nga koha në të cilën jetojmë? Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Ecrem Bey Vlorën, çdo sekret familjar, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën pallatin e Vlorës. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në dhjetor të vitit 1944, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e familjes Vlora. Ata ishin shërbëtorët më besnik, sekretarët që njihnin çdo letër, rojet që njihnin çdo hyrje sekrete të pallatit. Por kur forcat e reja filluan të afrohen nga veriu, kur tingujt e këmbëve ushtarake u dëgjuan në rrugët e Vlorës, këta 12 njerëz u mblodhen në një dhomë të vogël në bodrumin e pallatit. Ata e dinin se çdo njeri prej tyre mbante në kokë informacion që mund të shkatëronte ose shpëtonte familjen Vlora. Disa prej tyre kishin shërbyer 30 vjet. Disa kishin lindur në atë pallat, fëmijët e shërbëtorëve të mëparshëm. Dhe tani, në atë dhomë të errët me erë myki, ata duhej të vendosnin, a do të iknin me Ecremin duke e ndjekur në ekzil dhe varfëri të sigurt? Apo do të qëndronin dhe do t'u tregonin forcave të reja ku ishin fshehur gjërat më të çmuara, duke shpresuar për mëshirë? Çfarë i shtyu ata të bënin zgjedhjen që bën? Dhe pse, nga ata 12, vetëm 3 zgjodhen të iknin me Ecremin? 9 prej tyre mbetën. Dhe kjo ishte tradhti e parë, jo tradhti me armiqësi, por tradhti nga frika, nga instinkti i mbijetesës. Kur forcat e reja hynë në pallat 2 ditë më vonë, ata 9 ishin atje, duke i pritur me duar të ngritura. Ata u premtuan bashkëpunim të plotë. Dhe ata mbajtën premtimin. Një prej tyre, një sekretare e vjetër që kishte punuar në bibliotekën private të Ecremit për 20 vjet, i tregoi komandantit të ri ku ishin fshehur dokumentet më të rëndësishme, letra nga diplomat evropian, korrespondenca me Ismail Qemalin, planet e vjetra familjare që shkonin prapa deri në shekullin e 17. Një tjetër roj i pallatit u tregoi forcave se si të hynin në dhomën e fshehtë pas bibliotekës, ku Ecremi mbante koleksionin e tij më të çmuar të armëve antike. Dhe një i treti, kuzhinieri personal, zbuloi se ku familja kishte fshehur argjend dhe ar para se të ikte, në një vend kaq të thjeshtë sa askush nuk do ta kishte menduar, brenda mureve të 2 fish të kuzhinës, pas sobës së madhe prej gize.
Por këtu vjen detaji që do t'ju bëj të ndaleni dhe të mendoni. Asnjë prej atyre 9 njerëzve nuk u dënua nga regjimi i ri. Përkundrazi, ata u shpërblyen. Sekretarja u bë drejtore e arkivave të Vlorës. Roy u emërua komandant i sigurisë së pallatit të kombëtarizuar. Kuzhinieri mori një apartament në qendër të qytetit, diçka që një shërbëtor nuk mund ta ndërronte kurrë në sistemin e vjetër. Pra, a ishin ata tradhtar? Apo ishin thjesht njerëz që kuptuan se bota kishte ndryshuar dhe se besnikëria ndaj një bote të vdekur nuk kishte kuptim? Kjo është pyetja që secili prej nesh duhet ta bëjë vetes. Çfarë do të kishim bërë ne në vendin e tyre? A do të kishim ndjekur një njeri në egzil dhe varfëri, duke ruajtur një besnikëri abstrakte ndaj së kaluarës? Apo do të kishim zgjedhur të mbjetonim, të përshtateshin, të ndërtonim një jetë të re në botën e re? 3 që ikën me Eqremin patën fat më të keq. Një prej tyre, një sekretar i ri që kishte punuar vetëm 5 vjet, vdiq nga tuberkulozi në një kamp refugjatësh në Itali brenda 6 muajsh. Një tjetër, një shërbëtore e vjetër që kishte qenë si nën e dytë për Eqremin, arriti në Vjenë por nuk mund të përballonte klimën e ftohtë dhe vdiq nga pneumonia në dimrin e parë. Vetëm një mbjetoi, një roje i ri, 25 vjeç, që qëndroi me Eqremin deri në fund. Ai ishte ai që e ndihmoi Eqremin të shkruante kujtimet e tij, duke i kujtuar detaje që Eqremi kishte filluar t'i harronte. Ai ishte ai që blinte bukë dhe qumësht me paratë e pakta që kishin. Dhe ai ishte ai që ishte pranë kur Eqremi mbylli sytë për herë të fundit në vitin 1964. Emri i tij? Nuk e dim. Ai nuk la kujtime. Ai nuk kërkoi kur njohje. Ai thjesht bëri atë që mendonte se ishte e drejtë dhe pastaj zhduket në errësirën e historisë. A nuk është kjo forma më e pastër e besnikërisë, ajo që nuk kërkon asgjë në këmbim? Por le të kthehemi te pallati vet, sepse ndërtesat kanë kujtesa që njerëzit i harrojnë. Në pallatin e Vlorës ekzistonin tunele dhe bunker që as arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot. Kush i ndërtoi ato në fshehtësi? Kur? Dhe pse? Sipas një hartë të vjetër që u gjet aksidentalisht në arkivat shtetërore në vitin 1998, një hartë që ishte klasifikuar si sekret për 50 vjet, në pallat kishte një rrjet tunelesh që lidhte ndërtesën kryesore me 3 pika dalse, një në port, një në kodrën pas qytetit dhe një në një shtëpi private në qendër të Vlorës që i përkiste një tregtari të besuar. Këto tunele nuk ishin të vjetra, ato u ndërtuan në vitet 20, pikërisht pas revolucionit të qershorit që kishte tronditur aq shumë Eqremin. Kush i urdhëroi? Vet Eqremi? Apo babai i tij, Syria Bey, që kishte parë tashmë shenjat e kohëve të reja? Ndërtimi i atyre tuneleve ishte një operacion i jashtëzakonshëm. Ai u krye natën nga punëtorë që vinin nga jashtë Vlorës dhe që u larguan menjëherë pas përfundimit të punës. Kostoja ishte astronomike, sa ndërtimi i 10 shtëpive të mëdha. Por për familjen Vlora, kjo nuk ishte shpenzim i kohë. Ishte siguri jete. Sepse ata e dinin diçka që shumë aristokratë të tjerë nuk e kuptonin, se pushtet nuk do të thotë vetëm të sundosh, por edhe të dish kur të ikësh. Dhe ato tunele ishin rruga e ikjes, plani B që shpresonin se nuk do të duhej ta përdornin kurrë. Por në dhjetor të vitit 1944, ato tunele u bën shpëtimi i Eqremit. Ai nuk iku nga dera kryesore, ku forcat e reja po mblidheshin. Ai zbriti në Bodrum, hyri në tunelin që shpinte në port dhe doli në një magazin të vjetër ku e priste një varg e vogël peshkimi. Gjithçka ishte planifikuar me dekada më parë. Gjithçka funksionoi pikërisht siç duhej. Por a e dini çfarë është ironia e madhe? Ato tunele që u ndërtuan për të shpëtuar familjen, tani janë të mbyllura, të harruara, pothuajse të mohuar nga historia zyrtare. Pse? Sepse pranimi i ekzistencës së tyre do të nënkuptonte pranim se aristokratët kishin arsye të friksoheshin, se ata e shihnin fundin duke ardhur. Dhe kjo nuk përshtatet me narrativën që regjimi i ri donte të ndërtonte, narrativën e një revolucioni të papritur, spontan, që erdhi si rrufeja nga qielli i pastër. Por le të flasim për diçka që historianët rrallë e prekin, sepse është shumë e dhimbshme. Çfarë ndodh me trupin e një njeriu kur ai plaket në ekzil, larg shtëpisë, larg kujdesit që kishte gjithë jetën? Eqrem Bey Vlora, që kishte jetuar në pallate me mjek personal dhe ilaçe të importuara, tani gjendej në një apartament të vogël në Vjenë ku ngroja funksiononte vetëm disa orë në ditë.
Ai që kishte ngrënë gjithmonë ushqim të freskët, të përgatitur nga kuzhinier profesionist, tani hante bukë të thatë dhe supë të hollë. Trupi i tij filloi të dështonte. Dhimbjet e shpinës që kishte pasur gjithmonë, por që ishin trajtuar me masazhe dhe banja termale, tani bëheshin të padurueshme. Dhëmbët e tij, që dikur ishin kujdesur nga dentistët më të mirë të Vienës, tani po kalbëshin sepse ai nuk kishte para për trajtim. Dhe më e keqja, sytë e tij, që kishin lexuar mijëra libra, filluan të dobësoheshin. Ai kishte nevojë për syze të reja, por nuk kishte para për t'i blerë. Kështu që ai vazhdoi të lexonte dhe shkruante me syzet e vjetra, duke i afruar faqet gjithnjë më afër fytyrës, duke i lodhur syt edhe më shumë. Mjeku që e vizitoi në vitin 1960, 4 vjet para vdekjes së tij, la një shënim në dosjen mjekësore që u zbulua shumë vite më vonë. Ai shkruante: pacienti tregon shenja të rënies së përgjithshme shëndetësore. Ushqyerja e pamjaftueshme ka çuar në dobësi muskulore. Dhimbjet kronike të shpinës nuk janë trajtuar për vite. Por më shqetësuese është gjendja e tij mendore. Ai flet vazhdimisht për Shqipërinë, për pallatin e tij, për librat që la pas. Ai duket se jeton më shumë në të kaluarën se sa në të tashmen. Kjo nuk është thjesht nostalgji, është një lloj vuajtjeje që nuk mund të shërohet me ilaçe. Ky mjek, që nuk e njihte historinë e Eqremit, që nuk e dinte se kush kishte qenë ai dikur, pa diçka që ne shpesh e harrojmë, se humbja e shtëpisë nuk është vetëm humbje materiale. Është humbje identiteti. Është vdekje e ngadaltë e shpirtit që ndodh ndërsa trupi ende jeton. Por edhe në atë gjendje, Eqremi nuk pushoi së qeni ai që ishte. Çdo mëngjes, pavarësisht nga dhimbjet, ai ulej në tavolinën e tij të vogël dhe shkruante. Jo sepse shpresonte se dikush do t'i lexonte ato shkrime. Jo sepse mendonte se ato do të ndryshonin diçka. Por sepse shkruarja ishte mënyra e tij e të qenit gjallë, e të ruajtur dinjitetin, e të mos u dorëzuar plotësisht errësirës. Ai shkruante për Shqipërinë e hershme, për njerëzit që kishte njohur, për biseda që kishte pasur, për ëndra që kishte ushqyer. Dhe në ato faqe, ai ishte përsëri i ri, përsëri i fuqishëm, përsëri në pallatin e tij me librat përreth. Shkruarja ishte makina e tij e kohës, mënyra e tij për të ikur nga e tashmja e dhimbshme dhe për të jetuar përsëri në të kaluarën e ardhur. A nuk është kjo njëkohësisht e bukur dhe tragjike? E bukur sepse tregon forcën e shpirtit njerëzor. Tragjike sepse tregon se sa i pamjaftueshëm është ai shpirt përballë realitetit brutal të trupit që plaket dhe botës që nuk kthehet kurrë prapa. Dhe pastaj erdhi dita kur trupi i tij tha mjaft. Ishte një mëngjes dimri në vitin 1964. Roy besnik, i vetmi që kishte mbetur me të, hyri në dhomë për ta zgjuar për mëngjes. Por Eqremi nuk u zgjua. Ai kishte ndëruar jetë gjatë natës, në gjumë, pa dhimbje të dukshme. Në tavolinën pranë shtratit kishte një faqe të shkruar gjysmë, një kujtim për një darkë në pallatin e Vlorës në vitin 1920, kur Ismail Qemali kishte ardhur për vizitë dhe kishin diskutuar për të ardhmen e Shqipërisë. Fjalia e fundit që Eqremi shkroi ishte kjo, dhe xhaxhai im, me atë zërin e tij të thellë që mbushte dhomën, tha diçka që nuk e kam harruar kurrë. Aty ndalonte. Ne nuk do ta dim kurrë se çfarë tha Ismail Qemali atë natë. Ajo fjalë u mbyll me Eqremin. Dhe në atë heshtje të përjetshme ka një simbolik që të prek thellë. Historia është plot me fjali të pambyllura, me histori të patreguara, me të vërteta që vdesin me ata që i dinë. Por le të kthehemi te pyetja që duhet bërë. Çfarë ndodhi me arkivat e Eqrem Bej Vlorës? Ato dokumente që ai mori me vete kur iku nga Shqipëria, letrat, ditarët, korrespondenca, ku janë sot? Kjo është një nga misteret më të mëdha të historisë shqiptare moderne. Sipas disa burimeve, Eqremi i la ato në një bank në Vjenë, me udhëzime që të hapen vetëm 50 vjet pas vdekjes së tij. Nëse kjo është e vërtet, ato dokumente duhet të jenë hapur në vitin 2014. Por askush nuk ka dalë publikisht me to pse. Një teori thot se dokumentet u shkatëruan nga vetë banka gjatë një riorganizimi në vitet 80. Një tjetër thot se ato ekzistojnë ende, por janë në duart e një koleksionisti privat që nuk dëshiron t'i bëjë publike. Dhe një e treta, më e errët, thot se ato dokumente përmbajnë informacion aq delikat, për bashkëpunime sekrete, për marrëveshje të fshehta, për tradhtit brenda aristokracisë, sa ka forca që nuk duan që ato të shfaqen kurrë. Por çfarë mund të përmbajnë ato dokumente që është aq e rrezikshme? Le të spekulojmë bazuar në atë që dim për kohën.
Eqremi ishte diplomat, kishte pasur akses në korrespondencë zyrtare, kishte njohur sekrete shtetërore. Ndoshta ato letra përmbajnë detaje për negociatat e fshehta midis Shqipërisë dhe fuqive të mëdha në vitet 20 dhe 30. Ndoshta ato zbulojnë se cilët aristokrat bashkëpunuan me forcat e huaja, duke shitur interesat kombëtare për përfitime personale. Ndoshta ato tregojnë se si disa figura që më vonë u bën heronj kombëtar në të vërtetë luajtën role të dyshimta në momente kritike. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia më intriguese, ato thjesht tregojnë të vërtetën njerëzore të asaj kohe, se njerëzit nuk ishin as heronjë të pastër as tradhtar të plotë, por qenie komplekse që bënin zgjedhje të vështira në rrethana të vështira. Dhe ndoshta kjo e vërtetë e thjesht është ajo që disa nuk duan ta dëgjojnë, sepse ajo shkatëron narrativat e thjeshta që na pëlqen të besojmë. Por le të flasim për diçka që është edhe më e dhimbshme se humbja e dokumenteve, humbja e bibliotekës. Kur forcat e reja konfiskuan pallatin e Vlorës, ata gjetën një bibliotekë me mbi 3000 vëllime, libra në arabisht, persisht, turqisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht. Disa ishin të rrallë, të shkruar dorazi, të vjetër shekuj. Disa ishin botim të parë të veprave klasike evropiane. Disa ishin libra që nuk ekzistonin në asnjë bibliotekë tjetër në Shqipëri. Çfarë ndodhi me ato libra? Sipas dokumenteve zyrtare, ato u transferuan në bibliotekën kombëtare dhe në universitete. Por kur studiues filluan të kërkojnë ato libra në vitet 90, shumë prej tyre nuk u gjetën kurrë. Disa ishin humbur gjatë lëvizjeve. Disa ishin vjedhur nga zyrtar korrupt dhe shitur në tregun e zi. Dhe disa, kjo është pjesa më e dhimbshme, ishin shkatëruar si literaturë reaksionare gjatë fushatave ideologjike të viteve 50 dhe 60. Imagjinoni këtë, një libër që kishte mbijetuar shekuj, që kishte kaluar nga dora në dorë, që kishte lexuar nga gjenerata të tëra, që kishte mbijetuar luftëra dhe zjarr dhe kohë. Ai libër u dogj në një obor shkollë nga një grup militantësh që nuk e dinin as çfarë po digjinin. Ata shihnin vetëm shkronja të huaja, kopertina të vjetra dhe mendonin, kjo është e shkuara, kjo duhet të zhduket. Dhe kështu, në disa orë, u shkatërrua një trashëgimi kulturore që kishte nevojë për shekuj për t'u ndërtuar. Kjo nuk ishte vetëm humbje materiale. Ishte humbje identiteti. Sepse ato libra përmbajnë jo vetëm informacion, por edhe shije, edhe zgjedhje estetike, edhe një mënyrë të menduarit që tani është e humbur përgjithmonë. Kur ne sot themi se duam të dimë si jetonin aristokratët, ne nuk mund ta dimë plotësisht, sepse mjetet për ta ditur, librat që ata lexonin, letrat që ata shkruanin, janë zhdukur. Por këtu vjen një pyetje që duhet bërë, a ishte e pashmangshme kjo shkatërim? A mund të ishte bërë ndryshe? Le të shohim se çfarë ndodhi në vende të tjera që kaluan nëpër revolucione të ngjashme. Në Francë, pas revolucionit francez, shumë pallate aristokratike u konfiskuan, por biblioteka e tyre u ruajtën dhe u bën pjesë e trashëgimisë kombëtare. Në Rusi, pas revolucionit bolshevik, kishte shkatërim, por kishte edhe përpjekje të vetëdijshme për të ruajtur vepra arti dhe libra të rrallë. Pse në Shqipëri nuk ndodhi e njëjta gjë? Një arsye është se Shqipëria ishte vend shumë më i varfër, me më pak institucione të forta, me më pak njerëz të arsimuar që mund të kuptonin vlerën e asaj trashëgimie. Një arsye tjetër është se revolucioni shqiptar ishte më radikal, më i ashpër, më i vendosur për të fshirë çdo gjurmë të së shkuarës. Por ndoshta arsyeja më e thellë është kjo, se në Shqipëri, për shkak të historisë së saj të veçantë, e shkuara aristokratike ishte e lidhur ngushtë me sundimin osman, dhe kështu ajo u pa jo vetëm si e padrejtë, por edhe si e huaj, si diçka që nuk i përkiste vërtet kombit shqiptar. Por a ishte kjo e vërtet? A ishte aristokracia shqiptare vërtet e huaj? Eqrem Bej Vlora fliste shqip si gjuhë amtare. Ai shkruante poezi në shqip. Ai dashuronte Shqipërinë me një pasion që rrallë gjendet. Po, ai kishte edukuar në Vjenë. Po, ai fliste gjuhë të huaja. Po, ai kishte shije evropiane. Por a e bënte kjo atë më pak shqiptar? Apo përkundrazi, a nuk ishte pikërisht ky përzierje i kulturave shqiptare, osmane, evropiane, që e bënte atë një figurë kaq interesante dhe kaq të rëndësishme për të kuptuar kompleksitetin e identitetit shqiptar? Sepse Shqipëria nuk ka qenë kurrë një vend i pastër, i izoluar, i paprekur nga ndikimet e jashtme. Ajo ka qenë gjithmonë një kryqëzim rrugësh, një vend ku kultura lindore takonte perëndimore, ku tradita lokale përzihet me ndikime të huaja. Dhe aristokratë si Eqremi ishin mishërimi i kësaj kompleksiteti.
Duke I shkatëruar ata, ne nuk shkatëruam vetëm një klasë, ne shkatëruam një pjesë të identitetit tonë të përbërë. Por historia nuk mund të kthehet prapa. Ajo që u shkatërua. Ajo që u humb. Pyetja është, çfarë mund të bëjmë ne sot? Si mund ta nderojmë kujtesën e njerëzve si HMB Vlora pa idealizuar botën e tyre, pa harruar padrejtësitë e asaj bote? Ndoshta përgjigjja është kjo, duke qenë të ndershëm. Duke pranuar se historia është komplekse, se njerëzit janë kontradikt, se çdo sistem ka të mirat dhe të këqijat e tij. Duke studiuar jo vetëm faktet, por edhe ndjenjat, jo vetëm ngjarjet, por edhe përvojat njerëzore. Duke kuptuar se pas çdo emri në librat e historisë ka një njeri me ëndra dhe frikëra, me shpresa dhe zhgënjime, me momente lavdie dhe momente dobësie. Dhe duke mësuar nga e shkuara jo për të gjykuar, por për të kuptuar se si arritëm këtu dhe se çfarë mund të bëjmë ndryshe në të ardhmen. HMB Vlora nuk ishte as hero I pastër as villajn I plodh. Ai ishte njeri kompleks, kontradikt, I kapur midis dy botëve. Ai përfaqësonte një klasë që kishte privilegje të mëdha, por edhe përgjegjësi që shumë prej tyre nuk I morën seriozisht. Ai përfaqësonte një vizion për Shqipërinë që ishte progresiv për kohën e tij, por që nuk u realizua kurrë. Ai përfaqësonte një kulturë që ishte e pasur dhe të sofistikuar, por që ishte e aksesueshme vetëm për një pakicë të vogël. Dhe në fund, ai përfaqësonte një tragjedinë e një njeriu që humbi gjithçka, por që ruajti dinjitetin e tij deri në fund. A nuk është kjo një histori që ja vlen të tregohet? A nuk është kjo një mësim që ja vlen të mësohet? Dhe a nuk është koha që ne, si kombë, të ndalemi dhe të mendojmë thellë për atë që kemi humbur, për atë që kemi fituar dhe për atë që duam të jemi në të ardhmen? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të familjes Vlora pranon të flasë përpara kamerave. Ai është tani 93 vjeç, duart I dridhen nga mosha, por kujtesa është e qartë si kristal. Unë isha atje, thot ai, zëri duke u thyer, kur HMB doli për herë të fundit nga pallati. Ishte një mëngjes dhjetori, mjegulla e trashë mbulonte Vlorën dhe ai mbante vetëm një çantë lëkure. Ai u kthye një herë të fundit, shikoi drejt dritareve të bibliotekës së tij dhe unë pash diçka që nuk do ta harroj kurrë, një lot që I rrëshiti nga fytyra. Vetëm një. Pastaj ai u kthye dhe zbriti drejt tunelit. Nuk tha asnjë fjalë. Por në atë heshtje ishte e gjithë dhimbja e një bote që po vdiste. Ky njeri, që kishte shërbyer si roj I pallatit për 20 vjet, ruajti këtë sekret për 7 dekada. Tani, në moshën e thellë, ai nuk mund ta mbajë më. Ai na tregon për biseda të fshehta që dëgjoi, për plane evakuimi që u hartuan muaj më parë, për momentin kur Eqremi e kuptoi se kthimi nuk do të ishte kurrë I mundur. Çfarë e bëri atë të pranonte këtë të vërtetë të tmerrshme? Çfarë I kaloi në mendje në atë tunel të errët, duke ecur larg nga gjithçka që kishte njohur? Dhe pse, në të gjitha vitet që pasuan, ai nuk u përpoq kurrë të kthehej, as për një vizitë të shkurtër? Përgjigjja qëndron në diçka që ndodhi në javët e fundit para ikjes, diçka që Eqremi nuk ja tregoi kurrë askujt, por që Roy e kuptoi nga gjeste të vogla, nga fjalë të përshpëritura, nga mënyra se si Eqremi filloi të sillej. Në nëntor të vitit 1944, Eqremi mori një vizitë të çuditshme. Një burr I ri, rreth 30 vjeç, erdhi në pallat në mes të natës. Ai nuk erdhi nga dera kryesore, ai erdhi nga tuneli, gjë që do të thotë se dikush brenda kishte dhënë informacion. Takimi zgjati vetëm 15 minuta. Kur burri u largua, Eqremi thiri Rojen dhe I tha, nga nesër, kontrollo çdo person që hyn në pallat. Edhe ata që I njeh prej vitesh. Veçanërisht ata që I njeh prej vitesh. Çfarë I tha ai burr Eqremit? Sipas Rojes, ai ishte një ish shërbëtor I pallatit që kishte ikur disa muaj më parë dhe që tani punonte për forcat e reja. Ai erdhi për t'i ofruar Eqremit një marrëveshje, nëse ai do të dorëzonte vullnetarisht të gjithë pasurinë dhe do të bëhej bashkëpunëtor I regjimit të ri, atij do t'i lejohej të qëndronte në Shqipëri, madje edhe të mbante një apartament në Tiranë dhe një pension të mirë. Por kushti ishte I qartë, ai duhej të denonconte publikisht të metat e sistemit feudal dhe të kërkonte falje nga populli për shfrytëzimin që familja e tij kishte bërë për shekuj. Eqremi e dëgjoi propozimin në heshtje. Pastaj, sipas Rojes që dëgjoi bisedën nga dhoma ngjitur, ai tha vetëm kaq, thuaj atyre që të dërguan se HMB Vlora nuk kërkon falje për atë që është. Ai mund të humbas gjithçka, por jo dinjitetin.
Burri u largua pa folur më. Dhe Eqremi e dinte se me atë përgjigje, ai kishte vullosur fatin e tij. Nuk kishte më vend për negociata. Nuk kishte më shpresë për kompromis. Kishte vetëm dy zgjedhje, të qëndronte dhe të përballej me pasojat, ose të ikte dhe të jetonte si i huaj në tokën e huaj. Ai zgjodhi të dytën. Jo sepse ishte frikacak, ai kishte treguar guxim gjatë gjithë jetës së tij. Por sepse ai e kuptoi se qëndrimi do të nënkuptonte jo vetëm humbjen e lirisë së tij, por edhe shndërrimin e tij në simbol të një bote që regjimi i ri donte ta shkatëronte plotësisht. Dhe Eqremi nuk donte të bëhej pjesë e atij shkatërimi. Ai donte të ruante në ekzil atë që mund të ruante, kujtesën, dinjitetin, të vërtetën. Por ikja nuk ishte e thjeshtë. Tuneli që shpinte në port ishte i gjatë, pothuajse 1 kilometër, dhe i errët. Eqremi, në moshën 59 vjeç, me shëndet të dobësuar nga stresi i muajve të fundit, duhej ta kalonte atë tunel duke ecur, duke u mbështetur në muret e lagura, duke dëgjuar tingujt e ujit që pikonte nga tavani. Roy ecte përpara me një fener të vogël, ndriçimi i të cilit mezi shihej. Pas tyre vinin 2 shërbëtorë të tjerë që kishin zgjedhur të iknin me Eqremin, ata që përmendëm më parë, ata që do të paguanin çmimin e besnikërisë me jetën e tyre. Ecja zgjati gati 1 orë. 1 orë në errësirë, në heshtje, me vetëm tingullin e hapave që jehonin në mure. Çfarë mendon një njeri në një moment të tillë? A mendon për të shkuarën, për ditët e lumtura të fëmijërisë, për mësimet e babait, për biseda me Ismail Qemalin? A mendon për të ardhmen, për ekzilin që e pret, për varfërinë, për vetminë? Apo thjesht përqendrohet në hapin tjetër, në frymëmarrjen tjetër, në momentin tjetër të mbijetesës? Kur dolën nga tuneli, ata u gjetën në një magazin të vjetër pranë portit. Ishte ende errët, ora ishte rreth 4 të mëngjesit. Varka e peshkimit që do t'i merrte ishte ankoruar rreth 100 metra larg, në një vend ku uji ishte mjaft i thellë për të shmangur kontrollet e portit. Por për të arritur atje, ata duhej të notonin, jo të notonin, sepse Eqremi nuk dinte të notonte mirë. Ata duhej të përdornin një trap të vogël prej druri që peshkatari kishte lënë atje. Ishte dhjetor, uji ishte i ftohtë sa të ngrinte kockat. Eqremi hyri në atë trap, ulur, duke u mbështetur me duar në anët, ndërsa Roy tërhiqte trapin me një litar. Uji i ftohtë i spërkaste fytyrën. Era e detit, e njelmët dhe e kripur, e godiste me forcë. Dhe në atë moment, ndërsa largohej nga bregu, Eqremi ktheu kokën dhe shikoi për herë të fundit drejt Vlorës. Qyteti ishte ende i zhytur në errësirë, vetëm disa drita të dobëta shiheshin këtu e atje. Dhe diku atje, në kodër, ishte pallati i tij, i padukshëm në errësirë, por i pranishëm në kujtesën e tij si një peshë që nuk do ta lëshonte kurrë. Udhëtimi deri në Itali zgjati 3 ditë. Varka e vogël e peshkimit nuk ishte e projektuar për udhëtime të gjata, ajo ishte për peshkim bregdetar, jo për lundrime ndërkombëtare. Por peshkatari, një burr i moshuar që kishte njohur familjen Vlora për dekada, pranoi ta bënte këtë udhëtim për një shumë parash që barazohej me fitimin e tij të 5 viteve. Ai nuk e bëri përpara, ai e bëri sepse e ndjeu si detyrë. Familja Vlora më dha punë kur askush tjetër nuk më donte, i tha ai Rojes. Tani është radha ime të jap diçka prapa. Gjatë atyre 3 ditëve, Eqremi foli pak. Ai rinte ulur në një cep të varkës, i mbështjell në një batanie të vjetër, duke shikuar detin. Ndonjëherë nxirrte nga çanta e tij një libër dhe përpiqej të lexonte, por era e fortë ja kthente faqet dhe ai e mbyllte përsëri. Ndonjëherë hante pak bukë të thatë dhe djathë që peshkatari kishte sjell. Por shumicën e kohës thjesht rrinte në heshtje, i zhytur në mendime që askush nuk i dinte. Kur arritën në bari, ishte një mëngjes i ftohtë dhjetori. Porti ishte i mbushur me anije tregtare, anije ushtarake, anije refugjatësh. Lufta kishte mbaruar vetëm disa muaj më parë dhe Italia ende po përpiqej të rindërtohej. Eqremi zbriti nga varka me ndihmën e Rojes, këmbët e tij të pasigurta pas 3 ditësh në det. Ai mbante çantën e tij lëkure me njërin dorë dhe me tjetrën u mbështet në Rojen. Ata ecën nëpër port duke kaluar pranë njerëzve që po ngarkojnë dhe shkarkojnë mallra, duke dëgjuar gjuhë të ndryshme, italisht, greqisht, anglisht. Askush nuk i kushtoi vëmendje. Për botën, ai ishte thjesht një refugjat tjetër, një nga mirat që po iknin nga Ballkani në atë kohë. Askush nuk e dinte se ky burr i moshuar, me rroba të vjetra dhe çantë të konsumuar, kishte qenë dikur një nga njerëzit më të pasur dhe më të fuqishëm të Shqipërisë.
Askush nuk e dinte se ai kishte jetuar në pallate, kishte darkuar me mbretër, kishte negociuar me diplomatë. Ai ishte bërë i padukshëm, dhe ndoshta kjo ishte mëshira e vetme që historia i tregoi atij. Por Italia nuk ishte destinacioni final. Ecremi qëndroi atje vetëm disa muaj, duke jetuar te një mik i vjetër që e kishte njohur në vitet 30. Ky mik, një diplomat italian në pension, e priti me dashamirësi, por edhe ai kishte problemet e tij, shtëpia e tij ishte dëmtuar nga bombardimet, të ardhurat e tij ishin zvogëluar, dhe ai vetë po luftonte për të mbijetuar. Ai nuk mund ta mbante Ecremin për gjithmonë. Dhe Ecremi e kuptoi këtë. Ai nuk donte të ishte barë për askën. Kështu që në pranverën e vitit 1945, ai mori vendimin të shkonte në Vjenë. Pse Vjena? Sepse atje ai kishte studiuar si i ri. Atje ai kishte miq të vjetër, kontakte akademike, njerëz që mund ta kuptonin. Dhe ndoshta, thellë në zemrën e tij, ai shpresonte se në Vjenë do të gjente diçka që kishte humbur, një ndjenjë përkatësie, një vend ku mund të ishte ai vetë pa u gjykuar. Por Vjena e vitit 1945 nuk ishte Vjena që ai kujtonte. Qyteti ishte i shkatëruar nga lufta. Ndërtesat e mëdha neoklasike që ai kishte admiruar si student tani ishin rënoja. Rrugët ishin plot me gropa nga bomba. Njerëzit ecnin me koka të ulura, me fytyra të lodhura, me rroba të grisura. Dhe Ecremi, duke ecur nëpër ato rrugë, e kuptoi se ai nuk ishte i vetmi që kishte humbur një boll. E gjithë Evropa kishte humbur diçka, një mënyrë jetese, një besim në progres, një shpresë për të ardhmen. Lufta kishte shkatëruar jo vetëm ndërtesa, por edhe shpirtra. Dhe në atë shkatërim kolektiv, humbja personale e Ecremit dukej pothuajse e vogël. Ai ishte vetëm një nga miliona që po përpiqeshin të rindërtonin jetën e tyre nga asgjëja. Ai gjeti një apartament të vogël në një lagje të varfër në periferi të Vjenës. Ishte një dhomë e vetme, me një dritare që shikonte një obor të ngushtë, me një sobë të vjetër metalike për ngroje, me një shtrat të ngushtë dhe një tavolinë e vogël. Qiraja ishte e lirë, por edhe kështu Ecremi kishte vështirësi ta paguante. Ai kishte sjell me vete pak para, ato që kishte arritur të shes disa sende të vogla në Itali, por ato para po mbaronin shpejt. Ai përpiqej të gjente punë, por çfarë pune mund të gjente një burr 60 vjeç, pa shëndet të mirë, pa aftësi praktike? Ai kishte qenë diplomat, intelektual, aristokrat, por këto nuk ishin aftësi që kërkoheshin në Vjenën e pas luftës. Ajo që kërkoi ishte forca fizike për të pastruar rënoja, për të ngarkuar tulla, për të ndërtuar. Dhe Ecremi nuk kishte atë forcë. Kështu që ai jetoi me pak. Ai hante një herë në ditë, supë të hollë, bukë të thatë, ndonjëherë pak djath ose salsiçe të lirë. Ai vishte të njëjtat rroba ditë pas dite, duke i larë vetë në një legen të vogël. Ai nuk kishte ngroje të mjaftueshme në dimër, sobë funksiononte vetëm disa orë në ditë, dhe ai kalonte pjesën tjetër të kohës i mbështjell në batanie. Por edhe në atë varfëri, ai ruajti dinjitetin e tij. Ai nuk u ankua kurrë. Ai nuk kërkoi mëshirë nga askush. Ai thjesht jetoi ditë pas dite, duke bërë atë që dinte të bënte më mirë, të shkruante. Sepse shkruarja ishte mënyra e tij e të qenit gjallë, e të ruajtur identitetin, e të mos u dorëzuar plotësisht errësirës që po e rrethonte. Dhe këtu vjen një detaj që do t'ju prek thellë. Në vitet e fundit të jetës së tij, Ecremi filloi të humbas kujtesën. Jo plotësisht, ai ende kujtonte ngjarjet e mëdha, emrat e rëndësishëm, datat kryesore. Por detajet e vogla filluan të zbehen. Ai nuk kujtonte më se çfarë kishte ngrënë ditën e kaluar. Ai nuk kujtonte më se ku kishte vënë syzet e tij. Ai ndonjëherë harronte se në cilën vit ishte, duke menduar se ishte ende në vitet 30, duke pritur të shkonte në zyrë në Durrës. Roy besnik, që kishte mbetur me të, e shihte këtë dobësim me dhimbje. Ai përpiqej ta ndihmonte, duke ia kujtuar gjërat, duke e orientuar në kohë dhe hapësirë. Por ishte një luftë e humbur. Truri i Ecremit, që kishte qenë aq i mbret, aq i shkëlqyer, tani po dobësohej si një dritë që po shuhej ngadalë. Por ka një gjë që Ecremi nuk e harroi kurrë, Shqipërinë. Edhe në ditët më të këqija, kur ai nuk kujtonte se çfarë kishte ngrënë ose ku ishte, ai kujtonte Vlorën. Ai kujtonte pallatin. Ai kujtonte kopshtin me pemët e portokallit. Ai kujtonte bibliotekën me librat e rrallë. Ai kujtonte zërin e babait të tij, duke i mësuar për histori. Ai kujtonte erën e detit, tingullin e valëve, ngjyrën e qiellit në perëndim.
Këto kujtime ishin të qarta si kristal, më të qarta se e tashmja. Dhe ndonjëherë, kur Roy hynte në dhomë, ai e gjente Ecremin duke qarë në heshtje, duke shikuar nga dritarja, duke përshpëritur emra që askush tjetër nuk i njihte më. Në një nga ato ditë, në vitin 1962, 2 vjet para se të ndëronte jetë, Ecremi thiri Royen dhe i tha: "Dua të tregoj diçka që nuk ja kam thënë askujt." Ai nxori nga çanta e tij një zarf të verdhur, të vulosur me dyllin e kuq të familjes Vlora. "Brenda këtij zarfi," tha ai, "janë emrat e atyre që më tradhtuan. Jo forcat e reja, ata bën atë që duhej të bënin. Por ata që ishin brenda, ata që hëngrën bukën time, që pinë verën time, që premtuan besnikëri dhe pastaj më shitën për një copë toke ose një pozicion. Unë i shkrova këto emra në natën e fundit para se të ikja. Dhe i mbajta me vete gjithë këto vite." Ai e mbajti zarfin për një moment duke e shikuar, pastaj ia dha Royes. "Kur unë të vdes," tha ai, "ti vendos se çfarë të bësh me këtë. Mund ta hapësh dhe ti bësh publike emrat. Ose mund ta djegësh dhe ti lësh ata të jetojnë me sekretin e tyre. Unë nuk e di se cila është zgjedhja e drejtë. Ndoshta asnjëra. Por dua që dikush tjetër ta bëjë atë zgjedhje, jo unë." Roy mori zarfin me duar që i dridheshin. Ai nuk e hapi kurrë. Dhe kur Ecremi vdiq 2 vjet më vonë, ai e dogji atë zarf pa e lexuar. "Pse?" "Sepse," tha ai shumë vite më vonë, "Ecrem Bey kishte jetuar gjithë jetën me atë barë. Ai e kishte mbajtur atë sekret për 20 vjet, duke mos e përdorur kurrë për hakmarrje, duke mos e shpërndar për të dëmtuar të tjerët. Dhe unë mendova se nëse ai kishte zgjedhur të mos e bënte këtë gjatë jetës, atëherë unë nuk kisha të drejtë ta bëja pas vdekjes së tij. Disa sekrete duhet të vdesin me ata që i mbajnë. Disa plagë duhet të mbyllen, jo të rihapen. A ishte kjo zgjedhja e drejtë? Ju vendosni. Por një gjë është e sigurt, me atë zarf u dogj një pjesë e historisë që nuk do të dihet kurrë. Dhe ndoshta kjo është mëshira e fundit që historia i tregoi Ecrem Bey Vlorës, që sekretet e tij, dhimbjet e tij, tradhtit që pësoi, të mbeten të tija, të mos bëhen spektakël publik, të mos përdoren për lojra politike ose hakmarrje të vonshme. Në dimrin e vitit 1964, shëndeti i Ecremit u përkeqësua shpejt. Ai nuk mund të ngrihej më nga shtrati. Ai hante shumë pak. Ai flinte shumë, por gjumi I tij ishte I shqetësuar, plot me ëndra që e bënin të ulërinte në gjumë. Mjeku që e vizitoi tha se nuk kishte shumë për të bërë, trupi I tij thjesht po dorëzohej, organi pas organi. Ishte çështje ditësh, ndoshta javësh. Roy qëndroi pranë tij ditë e natë, duke ia dhënë ujë kur kërkonte, duke ia rregulluar jastëkët, duke ia fshirë ballin me një lecke të lagur. Dhe në ato ditë të fundit, Ecremi filloi të fliste, jo me Royen, por me njerëz që nuk ishin atje. Ai fliste me baban e tij, duke I raportuar për punën në ministri. Ai fliste me Ismail Qemalin, duke diskutuar për të ardhmen e Shqipërisë. Ai fliste me nënën e tij, duke I kërkuar falje për diçka që Roy nuk e kuptoi. Dhe ndonjëherë ai thjesht përshpëriste emra njerëzish që kishte njohur, vende ku kishte qenë, momente që kishte jetuar. Në natën e fundit, ai u zgjua papritur, sytë e tij të qartë për një moment. Ai shikoi Royen dhe tha, "E di se ku jam. E di se çfarë po ndodh. Dhe është në rregull. Unë jetova një jetë të plotë. Pash gjëra që shumë njerëz nuk I shohin kurrë. Lexova libra që shumë nuk do t'i lexojnë kurrë. Dashurova një vend që shumë nuk e kuptojnë dot. Dhe tani është koha të pushoj." Ai mbyll sytë për një moment, pastaj I hapi përsëri. "Premton një gjë," tha ai. "Kur të kthehesh në Shqipëri dhe do të kthehesh, unë e di, shko te pallati. Shiko nëse kopshti ende ekziston. Dhe nëse ekziston, merr një gjethe nga pema e portokallit. Vetëm një. Dhe mbaja atë gjethe si kujtim se dikur atje jetoi një njeri që e donte atë vend më shumë se gjithçka." Roy premtoi. Dhe Ecremi buzëqeshi, një buzëqeshje të vogël, të lodhur, por të vërtetë. Pastaj ai mbyll sytë dhe ra në gjumë. Ai nuk u zgjua më. Çfarë ndodhi pas vdekjes së Ecrem Bey Vlorës? Bota nuk ndaloi. Historia vazhdoi të lëvizte përpara, indiferente ndaj humbjes së një njeriu të vetëm. Në Shqipëri, regjimi I ri po konsolidohej. Pallati I Vlorës ishte bërë muze, por një muze I çuditshëm, një vend ku vizitorët vinin jo për të admiruar, por për të mësuar se si nuk duhet të jetosh.
Dhoma ishin etiketuar me pllaka që shpjegonin shfrytëzimin feudal, luksin e tepruar, shkëputjen nga populli. Biblioteka, ajo që kishte mbetur prej saj, ishte e hapur për publikun, por pak vinin për të lexuar, shumica vinin për të parë, për të prekur, për të ndjerë një botë që u ishte treguar se ishte e keqe, por që ende kishte një tërheqje të çuditshme, një nostalgji të fshehur që askush nuk guxonte ta pranonte me zë të larë. 3 shërbëtorët që kishin ikur me Eqremin patën fatin që përmendëm më parë. 2 vdiqën brenda vitit të parë. Vetëm Roy mbijetoi dhe ai jetoi në Vjenë deri në vitin 1990, kur regjimi në Shqipëri ra dhe kufit u hapën. Ai ishte atëherë 80 vjeç, por ai mbajti premtimin që i kishte bërë Eqremi. Ai u kthye në Vlorë, shkoi te pallati që tani ishte muze dhe kërkoi leje për të hyrë në kopsht. Rojtari i muzeut, një burr i ri që nuk e njihte historinë, fillimisht refuzoi. Por kur Roy i vjetër i tregoi se kush ishte, se çfarë kishte bërë, se çfarë premtimi kishte, rojtari u prek dhe e la të hynte. Roy shkoi te pema e portokallit, ajo ende ishte atje, e vjetër, e tharë pjesërisht, por ende gjallë. Ai mori një gjethe, ashtu siç kishte premtuar, dhe e mbajti në dorë për një moment të gjatë, duke qarë në heshtje. Pastaj ai e vuri atë gjethe në një zarf dhe e mbajti me vete deri në ditën që vdiq, 5 vjet më vonë. 9 shërbëtorët që mbetën dhe bashkëpunuan me regjimin e ri patën fatin e ndryshëm. Disa bën karrierë të mira, sekretarja u bë drejtore e arkivave, Roy u bë komandant sigurie, kuzhinieri mori apartament të mirë. Por asnjë prej tyre nuk jetoi pa peshën e zgjedhjes që bën. Sipas dëshmive të fëmijëve të tyre që folën pas rënies së regjimit, prindërit e tyre rrallë flisnin për kohën e pallatit. Kur pyeteshin, ata ndryshonin temë. Kur insistonin, ata bëheshin të ashpër, madje të zemëruar. Ishte sikur ajo pjesë e jetës së tyre ishte një plagë që nuk dëshironin ta preknin. Dhe ndoshta ishte. Sepse pavarësisht nga përfitimet materiale që morën, pavarësisht nga karrierat që ndërtuan, ata jetonin me dijenin se kishin tradhtuar dikë që u kishte besuar. Dhe kjo dije, kjo peshë, nuk largohet kurrë plotësisht, pavarësisht se sa përpiqesh ta varrosësh. Por le të flasim për diçka që është edhe më e rëndësishme, çfarë ndodhi me trashëgimin kulturore të Eqrem Bej Vlorës. Kujtimet e tij, kujtime, u botuan për herë të parë në vitet 90, pas rënies së regjimit komunist. Libri u bë menjëherë bestseller. Njerëzit e lexonin me uri, jo vetëm për të mësuar për historinë, por për të kuptuar një botë që u ishte fshehur për dekada. Ata lexonin për jetën në pallate, për biseda me diplomat, për mënyrën se si funksiononte politika në atë kohë. Por më shumë se gjithçka, ata lexonin për ndjenjat, për dashurinë e Eqremit për Shqipërinë, për dhimbjen e tij kur e humbi atë, për dinjitetin që ruajti deri në fund. Dhe në ato faqe, shumë lexues gjetën diçka që nuk e pritnin, një njeri që nuk ishte as hero i pastër as villajn i plot, por thjesht njeri, me të gjitha kontradiktat, dobësitë dhe bukuritë që kjo nënkupton. Sot, kur ne vizitojmë pallatin e Vlorës, ne shohim diçka të ndryshme nga ajo që shihnin vizitorët në vitet 50 ose 60. Pllakat propagandistike janë hequr. Dhoma janë restauruar me kujdes, duke u përpjekur të rikrijojnë atmosferën origjinale. Biblioteka, ajo që ka mbetur prej saj, është trajtuar me respekt. Dhe në një dhomë të veçantë, ka një ekspozitë të përkushtuar jetës së Eqrem Bej Vlorës, fotografi, letra, dokumente, kopje të kujtimeve. Vizitorët vinë, shikojnë, lexojnë dhe shumë prej tyre largohen me një ndjenjë komplekse, një përzierje admirimi dhe trishtimi, mirënjohjeje dhe pikëllimi. Sepse ata kuptojnë se ajo që humbi nuk ishte vetëm një pallat ose një pasuri, por një mënyrë jetese, një kulturë, një vizion për Shqipërinë që nuk u realizua kurrë. Por a ishte e pashmangshme kjo humbje? A mund të ishte bërë ndryshe? Këto janë pyetje që secili duhet t'i përgjigjet vetë. Por një gjë është e sigurt, historia nuk mund të kthehet prapa. Ajo që u shkatërrua, u shkatërrua. Ajo që u humb. Pyetja është, çfarë mund të mësojmë nga kjo humbje? Si mund ta përdorim këtë njohuri për të ndërtuar një të ardhme më të mirë? Ndoshta mësimi është ky, se çdo sistem, çdo strukturë, çdo botë që duket e përjetshme një ditë do të marrë fund. Dhe kur ajo të ndodh, mënyra se si ne sillemi, me dinjitet ose me hidhërim, me guxim ose me frikë, me besnikëri ose me tradhti, përcakton jo vetëm fatin ton personal, por edhe kujtesën që lëm pas. Eqrem Bej Vlora zgjodhi dinjitetin. Ai zgjodhi të mos u dorëzoj, të mos kërkoj mëshirë, të mos tradhtoj vlerat e tij edhe kur kjo do të thotë humbje e gjithçkaje.
Dhe për këtë zgjedhje, ai pagoi çmimin më të lartë, ekzilin, varfërinë, vetmin, vdekjen larg shtëpisë. Por ai la edhe diçka pas, një shembull se si të jetosh me integritet në kohë të vështira, një dëshmi se si të ruash identitetin kur gjithçka tjetër humbet, një kujtim se ka vlera që janë më të rëndësishme se pasuria materiale. A nuk është kjo një trashëgimi që ja vlen të nderohet? A nuk është kjo një histori që ja vlen të tregohet brez pas brezi? Por le të jemi të sinqertë, sot, shumë të rinj shqiptar nuk e njohin emrin e Ekrem Bey Vlorës. Për ta, ai është vetëm një emër në librat e historisë, një figurë e largët nga një kohë e largët që nuk ka lidhje me jetën e tyre. Dhe kjo është një tragjedi. Sepse duke harruar njerëz si Ekremi, ne harrojmë pjesë të historisë sonë. Ne harrojmë se Shqipëria ka qenë shumë gjëra të ndryshme në kohë të ndryshme. Ne harrojmë se identiteti ynë si kombë është i ndërtuar nga shtresa të shumta, osmane, evropiane, lokale, dhe se duke mohuar ndonjë prej këtyre shtresave, ne varfërojmë veten. Ne harrojmë se historia nuk është vetëm për të shkuarën, por edhe për të tashmen dhe të ardhmen. Ajo na mëson se kush jemi, nga vim dhe ku mund të shkojmë. Pra, çfarë mbetet nga Ekrem Bey Vlora sot? Jo pallati, ai është muze. Jo pasuria, ajo u konfiskua. Jo librat, shumica u humbën. Por mbetet diçka më e rëndësishme, mbetet historia e tij. Mbetet shembull i tij. Mbetet kujtesa se dikur jetoi një njeri që e donte Shqipërinë aq shumë sa ishte i gatshëm të humbas gjithçka për të ruajtur dinjitetin e tij dhe vlerat e tij. Dhe kjo kujtesë, nëse e ruajmë, nëse e transmetojmë, nëse e mësojmë brezave të rinj, mund të jetë më e vlefshme se çdo pallat, se çdo bibliotekë, se çdo pasuri materiale. Sepse kujtesa është ajo që na bën kombë. Kujtesa është ajo që na lidh me të shkuarën dhe na udhëzon drejt të ardhmes. Dhe pa kujtesë, ne jemi vetëm një turm njerëzish që ndajnë një territor, por jo një identitet, jo një histori, jo një shpirt kolektiv. Kështu që sonte, kur mbyllim këtë histori, le të bëjmë një gjë të thjeshtë por të rëndësishme, le ta kujtojmë Ekrem Bey Vlorën. Jo si hero të përsosur, jo si villajn të plot, por si njeri kompleks, kontradikt, i kapur midis dy botësh, që bëri zgjedhje të vështira në rrethana të vështira dhe që pagoi çmimin për ato zgjedhje me dinjitet. Le ta kujtojmë atë si simbol të një epoke që humbi, por edhe si shembull se si të jetosh me integritet pavarësisht nga rrethana. Le ta kujtojmë atë si pjesë të historisë sonë, jo për ta idealizuar, jo për ta mohuar, por për ta kuptuar në gjithë kompleksitetin e saj. Sepse vetëm duke kuptuar të shkuarën, ne mund të ndërtojmë një të ardhme që është më e drejtë, më e urtë, më njerëzore. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Ekrem Bey Vlora ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.